Klubi studentor i Departamentit të Arteve organizoi një aktivitet muzikor me pjesëmarrjen e studentëve të talentuar, të cilët sollën një atmosferë të veçantë përmes muzikës. Ky aktivitet erdhi në drejtimin e pedagogut Dorian Ulej. Klubi studentor i Arteve organizon një shfaqje me rastin e Ditës Luleve dhe kemi një mini shfaqje, po themi, me repertor nga muzika shkodrane, me repertor botëror. Gjithçka interpretohet live nga studentët e departamentit. Synimi i këtij aktiviteti është një shfaqje artistike me promovu vetë klubi studentor promovon veten dhe vjen si ofertë për gjithë studentët e Universitetit Shkodrës. Aktiviteti u organizua në sallën e Fakultetit Ekonomik nga studentët e Departamentit të Arteve, të cilët sollën në skenjë një repertor të larmishëm me vepra shqiptare dhe ndërkombëtare, duke ndërthurur traditën me frymën bashkëkohore. Unë jam shumë mirë, patjetër, me më pak emocione, por vendosa sot më ardh këtu me i shërby edhe Shkodrës, por edhe shkollës teme, që unë jam pjesë, edhe ne jam krenare, sepse ky është viti i fundit në fakt. Edhe para se me të bëjmë diçka të bukur. Unë do këndoj një këngë shkodrane, Margjelon, edhe do t'jem në rolin e moderatores sot. Studioj për pedagogji muzikore në vitin e 2 të Departamenti i Arteve. Jam pjesëmarrëse si prezantuese e këtij koncerti. Klubi studentor i Universitetit të Arteve është mbledh që më organizu këtë koncert edhe që quhet Tingujt e Pranverës, me rastin edhe të Fesës Luleve, jena shtyr më shumë. Edhe pse mos me sjell diçka të re, duken se keni artista plot që po studiojnë, edhe pse jo mos me sjell diçka të bukur për këtë festë. Ky koncert i veçantë erdhi në kuadër të Festës së Luleve, duke dhuruar një atmosferë të këndshme mes tingujve.